Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur mos hani banane nëse vuani nga këto sëmundje? Ja çfarë i shkaktoni trupit. Shpesh në mëngjes koha nuk na premton dhe për të mos dalë me stomakun bosh nga shtëpia, marrim një banane e cila na tingëllon si opsioni i përsosur. Është e shëndetshme, ushqyese dhe do të jap energji, që në mëngjes është mjaft e nevojshme. Mirëpo, sipas nutricionistëve, çuditërisht banania është një nga ushqimet më të këqija për të konsumuar për vaktin e mëngjesit, pavarësisht se janë plot me kalium, fibra dhe njëkohësisht me magnez. Bananet nuk janë një mundësi e shkëlqyer për vaktin e parë të ditës. Nëse nuk shoqërohet me një ushqim tjetër që përmban yndyrra të shëndetshme, banania do t'ju ngopë përkohësisht dhe më vonë do t'ju bëjë të ndiheni të përgjumur dhe të lodhur. Ndryshe nga çfarë kishit menduar, ky frut nuk ju ndihmon të mbani një sistem tretës të shëndetshëm. Bananet përmbajnë shumë sheqer dhe siç shprehen doktorët për revistën The Sun, kur sheqeri konsumohet në çfarëdo forme, ai nënshtrohet procesit të fermentimit, njësoj si birra dhe vera, duke u shndërruar në acid dhe alkool në trupin tuaj. Kjo më pas bllokon sistemin tuaj tretës. Nëse pëlqeni të konsumoni banane në mëngjes, nuk keni përse të hiqni dorë, thjesht ju duhet që ta shoqëroni atë me ndonjë ushqim tjetër përpara se ta konsumoni. Për shembull, konsumojeni me yndyrna të shëndetshme, si kosti natyral, kanella e të tjerë. Gjithashtu, kjo nuk do të thotë se bananet nuk janë të shëndetshme. Përveç faktit se nuk duhet të konsumohen me stomakun bosh, banania mund të konsiderohet si një frut i nënvlerësuar në krahasim me frutat e tjera ekzotike, të cilat tashmë janë kthyer në një trend, por përfitimet e këtij fruti janë me të vërtetë të shumta. Banania është mjaft e shijshme. Ajo i jep trupit ton të gjitha ato gjërat e mira për të cilat ka nevojë. Ato përmbajnë shumë vlera ushqimore, vitamina, fibra, ëmbëlsues natyral si sukroza dhe fruktoza. Ja pse duhet të hani banane çdo ditë dhe t'i thoni doktorit ik. Gjëja më e mirë për bananet është se i gjen shumë lehtë dhe njëkohësisht kanë një çmim të lirë. Ato i gjen edhe tek dyqani poshtë shtëpisë me një çmim mjaft të mirë. Banania është një nga frutat më të konsumuara në botë, më shumë se mollët dhe portokallet të marra së bashku. Këtu ju do të mësoni të gjitha përfitimet e mëdha shëndetësore që ne marrim nga banania. Urthi, ndryshe njihet edhe si djegja e stomakut, dhe bananet kanë një efekt natyror antiacid dhe ato mund të çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuara nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton të hash vetëm një bananë dhe menjëherë do të ndjesh lehtësim nga simptomat e djegjes së stomakut. Tensioni i gjakut. Bananet janë një frut i shëndetshëm për zemrën, janë të pasura me potasium dhe kanë shumë pak sodium, një kombinim i përsosur për mbrojtjen nga infarkti dhe goditjet në tru. Burim energjie. Nëse ha një ose dy banane para ushtrimeve në palestër, atëherë ju do të përfitoni mjaftueshëm energji për mbi një orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët glicemie, vitaminat dhe mineralet janë një mbështetje e madhe për trupin duke i dhënë atij forcë, ndërkohë që potasi ndihmon për të parandaluar ngërçet muskulare. Kundër anemisë, bananet janë një aleat i fuqishëm i pacientëve të cilët vuajnë pikërisht nga anemia. Banania u jep atyre hekurin e nevojshëm të dietës, që stimulon qelizat e kuqe të gjakut dhe prodhimin e hemoglobinës, por edhe shton furnizimin me gjak. Ulçëra. Ata të cilët vuajnë nga ulçëra në stomak e dinë shumë mirë që duhet të rrinë larg disa ushqimeve. Mos u shqetësoni, banania nuk është një prej tyre,
mund t'i konsumoni pa problem sepse nuk do t'ju shkaktojnë asnjë shqetësim në stomak. Kjo ndodh sepse bananet janë të buta, të lehta, kremoze dhe të mira për stomakun, duke i dhënë atij të gjithë mburojën e nevojshme ndaj aciditetit dhe irritimit. Fruti i lumturisë. Banania të shton humorin dhe njëkohësisht lufton depresionin për shkak të nivelit të lartë të triptofanit, që në trupin ton transformohet në serotonin. Serotonina është një hormon i lumturisë. Ajo i bën njerëzit që të ndihen të qetë, të lumtur dhe njëkohësisht me humor të mirë. Serotonina është gjithashtu hormon i lumturisë. Ajo i bën njerëzit që të ndihen të qetë, të lumtur dhe me humor të mirë. Hani banane dhe do të jeni të lumtur. Qetësues nervash. Duhet të hash banane kur je me humor të keq apo i stresuar. Fruti magjik gjithashtu ndihmon në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Vitamina B, e cila gjendet me shumicë tek banania, qetëson sistemin nervor dhe i bën njerëzit të ndihen të qetë dhe me humor. Kundër temperaturës së lartë. Ke temperaturë të lartë, atëherë ha një banane. Në sajt e enzimave që përmban, banania ul temperaturën e trupit. Banania ofron mjaft përfitime të tjera për organizmin ton. Mos u mjafto me 1 apo 2. Mund t'i konsumoni gjatë gjithë ditës kur të ndiheni të uritur, keni nevojë për energji si edhe për humor të mirë. Ndërkohë, bananet janë tepër të shëndetshme, të përshtatshme, të shijshme dhe një nga frutat e freskëta që mund të blini. Kjo i bën ato një zgjidhje të shkëlqyer për çdo që është i interesuar të hajë shëndetshëm. Të gjithë jemi rritur duke dëgjuar një mollë në ditë mban mjekun larg, por rezulton se përfitimet e një bananeje në ditë mund të jenë po aq të mira. Bananet janë të mbushura me vitamina dhe njëkohësisht lëndë ushqyese dhe kur hani një banane rregullisht, ato ndihmojnë në ruajtjen dhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Me fjalë të tjera, ngrënia e një bananeje në ditë është padyshim mënyra për të qenë të shëndetshëm. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend të mos e teproni me marrjen e përditshme të bananeve. Sipas Healthline, duhet i përmbajeni rekomandimit për 1 ose 2 banane në ditë, por jo më shumë se kaq. Për zorë të shëndetshme. Tani më shumë se kurrë ne po shohim rëndësinë e shëndetit të zorrëve në mirëqenien e përgjithshme. Ka shumë strategji për të ngrënë më mirë për mikrobiomën tuaj, por mund të fillojmë me një banane. Ju mund të humbisni në peshë, një përfitim i cili nuk nënvlerësohet kurrë. Ngrënia e bananeve çdo ditë mund të na ndihmojë të arrijmë objektivat tona për të humbur në peshë. Të mbushura me fibra dhe proteina, bananet do t'ju mbajnë të ngopur për më gjatë, pavarësisht se janë pak më shumë se 100 kalori në një copë. Ato bëjnë pjesë në listën e 20 ushqimeve më miqësore për humbjen e peshës. Pra herën tjetër që të jeni në një dyqan ushqimor, siguroni që të merrni një tufë lëkurë të shëndetshme. Kur mendoni për ushqime të cilat përmirësojnë lëkurën tuaj, ju ndoshta mendoni për salmonin, avokadon ose ndoshta arrat, por bananet mund të ndryshojnë lojën kur bëhet fjalë për shëndetin e lëkurës, e gjitha është për shkak të vitaminave dhe mineraleve në banane, veçanërisht manganit që rrit nivelet e kolagjenit. Pavarësisht se cilat janë vështirësitë e lëkurës tuaj, aknet, rrudhat, lëkura e thatë, ngrënia e një bananeje në ditë mund të ndihmojë. Madje ne ju sugjerojmë që të bëni dhe një maskë për fytyrën me banane. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!